në njërën prej videove të mia, është interesant që gjatë andrave ekziston një gjendje që ato ndodhin gjatë fazës REM dhe ekziston një gjendje që thirret REM atonia, ku na muskujt kemi pas të patonos ose kemi pas të paralizuar, nëse do një me qujtë ato. Dhe që kjo është arsyeja sepse personat në ëndër nuk mujnë me lëviz. Syt lëvizin dhe syt janë duke i ndjek objektet, përmendoj syt janë duke ndjek atë objektin që supozohet që e duke e pa në ëndër, mirë po jo edhe lëvizje të gjymtyrëve. Dhe ka patologji ku dëmtohet çka pjesë ku dëmtohet çka REM atonia. Që është për shembull në fazën e hershme disa smundjeve neurodegenerative, ku bën pjesë edhe Parkinsoni. Dhe tash çka ndodh? Personat gjatë kësaj kohe, mujnë gjatë kohës kur janë duke pa ëndër, mujnë me fillu dhe me lëviz dhe me çashtu që janë duke aktru prava në ëndër. Në njëjtën mënyrë. Edhe një pyetje kam, pse ndonjëherë janë disa ëndra që i harrojmë dhe disa nuk i harrojmë? Në lidhje me këto se pse nuk i mbajmë mend ëndrat, është se për me ekzistu, për me konsolidu një memorje. Se ekziston e bindje që po isha influencerët duke komentu kretin kontekst hipokampusit. Hipokampusin dikon, mirë po nuk mundet me u konsolidu një memorje. Për shembull pa u aktivizu dhe çka pjesa e trurit që ka të bëjë me logjik që tregova korteksi prefrontal. Dhe çka është arsye sepse nuk mundesh edhe me konsolidu një memorje, kur mungon logjika s'ke me pas as memorje. A ka persona, unë shpesh takoj njerëz që thonë nuk shoh ëndra. A ka persona që nuk shohin ëndra, apo thjesht veç nuk i mbajnë mend? Është e pamundur me jetu një person jetën e tij pa ëndër? Unë kisha thonë që ka persona të cilët nuk i mbajnë mend ëndrat, për shkak që shumica personave kanë me eksperiencu ëndra gjatë jetës. Është parakusht i një funksioni normal të gjumit të REM që me pa dhe ëndra. Unë kam një pyetje që në lidhje me një video që ju e keni postu, ecja në gjumë, ose çumit i jarëm, që shëtojnë në jargon, çfarë lloj baze shkencore ka, çka ndodh me trunin, sa është i vetëdijshëm njeriu që është duke ecë në gjumë që po i ndodh ajo? Tash, në momentin kur të personat që ecin somnambolizmi ose ecja i jarëm, që i thojmë na, pjesë të trurit që janë përgjithëse për orientim bazik në hapësirë, mujnë me qenë të aktivizuara çat sa ti me bëni një orientim bazik. Për shembull, mundesh mi hap derën, mundesh të mi hap drejtarët, për këtë arsye me guideline dhe me refuzë rekomandohet që të personat që vuajnë nga somnambolizmi me i mbyll gjatë natës edhe dyert edhe drejtarët me i lock prap, që mos me dalë. Po në anën tjetër, pjesët e trurit që kanë të bëjnë me logjik, për shembull, dinë me qenë ma hipoaktive. Dhe për këtë arsye këta mujnë me bëhe dhe veprime, që më pastaj nuk janë plotësisht vetëdijshëm i kuptu se çka janë duke bëhe. Dhe për këtë arsye edhe ku dëgjohen, shumica atyre nuk e mbajnë mend çka kanë bëhe domethënë gjatë periudhës së somnambolizmit. A është e vërtetë që nuk bën me zgjuar një person kur është në këtë veprim, pra kur është i errëm që po e quajmë? Unë kisha thonë që në momenti kur një person është duke eksperiencu ecjen në gjumë, nuk duhet me bo atë zgjimin e dhënshëm, për shkak që zgjimi i dhënshëm mund të me pas konotacion negativ psikologjik taj person. Pra do thotë, më mirë është që mos ta zgjojmë. Tash varet nuk kujdes, mos me dalë prej shtëpisë. Sepse e kemi dëgjuar këto gjithmonë, çdo herë kemi dëgjuar që nuk bën dikush kur është duke ecë në gjumë ose duke bëu veprime apo duke bisedu, nuk është mirë me zgju, nuk i bën mirë personit. Nuk kisha thonë që është një rregull absolute, më shumë është prej popullit, po zgjimi i dhënshëm është mund të me pas konotacione negative. A ka diçka që e nxit këtë ecje në gjumë? A largohet me kohë? Sepse unë të paktën të disa familjarë i kom pa vetë me sytë e mi, kur kanë qenë më